Në një reagim publik, kryeministri i vendit Edi Rama ka sqaruar debatet e krijuara rreth investimeve të mëdha të planifikuara në zonat bregdetare të Zvernecit dhe ishullit të Sazanit. Duke u përgjigjur kritikave dhe diskutimeve në publik, Rama ka mohuar që shteti po fal prona publike në Zvernec, duke theksuar se territoret në fjalë janë në pronësi private. Natyrshëm të them edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvernecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga privatët, që të jemi shumë qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër projektit, që është ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata, pasi Korporata Shqiptare e Investimeve është pjesë e projektit. Dhe shteti shqiptar do të jetë aty. Dhe toka e ishullit do të jetë aty e shtetit shqiptar. Projekti në ishullin e Sazanit lidhet me një investim të propozuar nga kompania i lidhur me dhëntrin e presidentit amerikan Donald Trump. Sipas dokumenteve të miratuara si investitor strategjik, projekti e Sazanit parashikon zhvillimin e një kompleksi turistik të integruar që përfshin marina turistike, strukturat akomoduese elitare, rezidenca luksoze dhe zona gastronomike me një vlerë të parashikuar investime rreth 1.4 miliardë euro. Autoritetet theksojnë se projektet mbeten në fazë zhvillimi dhe diskutimi institucional, ndërsa debati publik për pronësinë dhe ndikimin e tij vijon të jetë i gjerë.